protestin para se të nisi kur montohen ato pjesët e skenës edhe. Po që për mua kjo protestë është me një pjesëmarrje të konsiderueshme, sepse nuk duhet të harrojmë edhe trysnin e demagogjisë që po trajtojnë në për studio, po trajtojnë kudo dhe me jetën sociale që po jetojmë, që ama do shkosh atje, janë thyerje për atë njeri që e nis ditën pozitivisht dhe deri në darkë e kuptojnë që këtu s'bëhet asnjë lloj gjëje. Po në darkë janë këto studiot që thonë, jo mos e bëhet, se atje nuk shkojnë njerëz në protesta. Këto studio nuk ka vetëm përfaqësues të Partisë Socialiste apo gazetarë që mbështesin Partinë Socialiste, ka edhe të Partisë Demokratike. Po më ka dhe në ata si ai Dar Sulli, Po, çfarë? ka dhe në ai. E thonë që deputeti juaj ka qenë ai. E morën këta, e bleri është. Për mua më vjen keq, më vjen keq sytë mi si i ri. Merkato politike thënë. Po, më vjen keq si i ri, si djalë i Partisë Demokratike që shikoj një shembull brenda partisë time, pse se them pritmo kur e bëri ai që është burru me mjekër, po ne të rinë çfarë duhet të bëjmë? Unë shikoj si një shembull shumë të keq për ne dhe për frymën. Ti mund ta bësh nëse ti mund të kesh një ofertë, Gabriel, të oferton, të thot kryeministri Edi Rama, do kesh një Për punë biznesi po jo për punë ambicesh dhe partie dhe si nuk do ti biznes, ti japi një lejë ndërtimi? Biznes. Unë kam profilin arkitekt, skenograf, kostumograf. Po pra. Për punë, absolutisht, mund të bëj një punë shumë të mirë me mua. Por kryeministri? Po absolutisht. Po për të më thithur mua brenda Partisë Socialiste nuk e kuptova pyetjen. Për këtë kishe fjalë. Po pra, si rasti dashur, se kanë thënë të japin një post, një drejtor, një pozitë. Jo, gjithmonë si jashtëm, si freelance, e kupton një punë, mbarojmë punën dhe ai që ishte kontrata. Vazhdojmë në gjithë. Po këtë Partia Demokratike këtë punë, këtë biznesin, si do ta komentonin ty nëse ti do bëj një biznes me qeverinë? Do ishte në të mirë të popullit, po jo në të... Çfarë mund bëhet ti konkretisht për shembull? Po konkretisht. Jo, fal profesionin tënd si arkitekt. Po unë si arkitekt, më shumë si skenograf dhe skenograf. Se mund thotë Rama, hajde bëj skenën ti të një mitingu që do kem unë. Do ta bësh ti? Ha, jo. Por besoj në një koncerti dhe e kisha bërë. Koncerti për shembull të një grupi. Absolutisht. E bëj, nuk e ke kompleks. Jo, se tani normal ishte kompleks aty. Andi, do doja këtë gjë. Okej, ajo që është sot për diskutuar është që kjo protestë, që është programuar më të madhe, se është protestë kombëtare, e vendosën vështirësi Partia Socialiste e qeverisin e saj? Kjo shumë vendos në vështirësi Saliun me ato grupet e veta nga brenda, për shkak të asaj siç e tha edhe parafolsi që ne kemi probleme nga brenda, tha, dhe kjo është e vërtet që opozita ka probleme shumë të mëdha dhe të rënda dhe duhet ta ndajnë një herë vetë brenda se çfarë do bëjnë dhe pastaj të dalin aty dhe të kundërshtojnë qeverinë me të mira dhe të këqijat e veta që ka. Jo, e kam fjalën tu, Andi. Partia Socialiste, qeveria dhe majoranca po kalon nga njëri skandal tjetër. Partia Socialiste, kush është skandal? Kjo e Zojës Balluku, ç'është kjo? Është medalja artë e loreve olimpike. Për çfarë është skandale? Si ç'është skandal? Prokuroria kërkon arrestimin, mo. Si ç'është skandal? Si kërkon arrestimin? Spaku po kërkon arrestimin. Ti je pedagog i jurisprudencës, çfarë? Më shumë se kaj çat kërkojnë. Duhet jemi të saktë dhe të unë vazhdoj për kulturë ç'është pedagog i jurisprudencës. Si ç'është? Në fakultetin juridik. Arrit të thotë të lloj gjëje një pedagog ç'është ajo gjëja? Po fal. Tani dhe ne që unë që shikoj si shumë i jashtëm, është absurde, kur bizotron absurdi, pastaj është kjo është linçimi publik në padjenin apo paditurinë e informacionit juridik dhe kjo i falet... Jo, jepi përgjigje ati, gjëve që tha. Andi, gjëve që tha. A i përfaqëson mendimin e mungesës kulturës juridike. Pra, ai është një njeri që... i tha s'ka nevojë në mungesë të kulturës juridike, flet edhe e thot atë gjë dhe ka drejt. Tani, unë se flas si profesionist për rastin në fjalë, e para njëherë nuk kemi akuzë, në qoftë se do të fillojmë të flasim për këtë gjë, dhe e dyta, ka një parim shumë të madh në të drejtën penale, që e sigurt
parafolsi nuk e din sepse nuk ka si ta di, nuk ka studiuar drejtësi, që Jo, ai tha s'ka nevojë të drejtësi. Prezumimi i pafajësisë, linçimi publik që i bëhet një figure politike ose jo në media e bën një njeri dashakeq në rastin më të keq dhe në rastin më të mirë e bën një njeri që nuk ka informacionin e dur dhe njohuritë e dura juridike. Sepse prezumimi i pafajësisë nuk na lejon ne ta ajo akuzohet për korrupsion në nivele të larta. Nuk akuzohet për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Holandi, jemi të saktë kur citojmë. Nuk ka akuzë për korrupsion. Për çfarë? Nuk ka akuzë për korrupsion. Nuk akuzohet në asnjë rresht për korrupsion. Nuk akuzohet në asnjë rresht për korrupsion. Bim dakord për këtë gjë. Pastaj vazhdojmë dhe flasim. Pra ka shumë elemente të tjerë nga ana juridike, por nuk është kjo arsyeja për çfarë kemi ardhur tani për të folur këtu. Merremi me Saliun. Jo, është për të marrë se për çajmë këtu e di unë, titulli aty e thotë protesta Saliu. Pse ka dalë Saliu atje? Saliu atje ka dalë për këto? Po ai ka dalë për këtë, ti më thua mua flasë për protestën. Ne do të flasim për Saliu, se Saliu është 80 e sa vjeç dhe s'është për të qenë më atje. Ti ke këtë mendim që Saliu nuk duhet të jetë me qeshën e poshtë? Unë mendoj se Saliu thjesht nuk është i përgatitur kë do të vendosë atje. Kjo është një teori shumë interesante. Edhe tani prandaj po e shton gjithë lloj gjë sepse askush nuk ja jep atë bindjen e leadershipit. Po pse nuk ka Partia Demokratike figur si vetë Sali Berisha? Vet? Jo. Atëre po ky është një lloj kulti kështu, se kështu thoshin edhe Brendan Roxhin, se s'ka kush ta zëvendësoj. Po prandaj po bëhet kjo lëvizja në opozita e madhe që të dalë një kokër. Pra na gjithë kjo se mund të ketë ka aty turbulirë do dalë diçka. Por edhe lëvizjen e Salianit nuk e shikoj si një figurë leadershipi. As atë? Jo, absolutisht jo. Pse? Nuk dua të them ndonjë kështu ose mos. Nuk e shikoj. Nuk dua ta komentoj më tepër. Okej, Andi, për ty si është lëvizja e Salianit? Është se rrethrotullimi, rithemelimi, çfarë i thoshin asaj? Po. Shumë saktë. Kështu që një rithemelim në nivel më të vogël që po bëhet. Ta shohim një rrethotullim më të vogël atëherë. Okej, unë doja pak atmosferë përsëri nga protesta, që ta alternojmë her pas here me atë që po ndodh atje dhe ta komentojmë. Po. Zotit, ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë. Ky është Pano, kandidati i Partisë Demokratike për të Zoti Bekov, njerëzit